të njehsojmë shpejtësinë. Shpejtësia është një mallësi fizike që simbolikisht shënohet me shkronjën e vogël të shkrimit V. Ndërkaq, njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond. Që të llogarisim shpejtësinë e një trupi, duhet të dimë rrugën të cilën e kalon trupi dhe kohën për të cilën e ka kaluar atë rrugë. Në këtë figurë kemi paraqit një ciklist i cili në një rrugë të caktuar lëviz me cikletën e tij brenda një kohe të caktuar. Pra, rrugën e tij të cilën e kalon do ta shënojmë me S dhe kohën për të cilën e ka kaluar atë rrugë do ta shënojmë me T. Për të gjetur shpejtësinë në të cilën trupi e kalon, duhet të dimë rrugën. Dhe rruga mbi kohën është shpejtësi. Pra raporti i rrugës dhe i kohës është i barabartë me shpejtësinë. Nëse këtë formulë e kemi shkruar, atëherë do ta vërtetojmë. Formula është e shpejtësisë, prandaj njësia duhet të del e shpejtësisë, njësia ndërkombëtare e shpejtësisë metër për sekond. Vija theksore shkruhet, njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, shkruajmë, dhe njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi, që po ashtu e shkruajmë. Metër për sekond është njësia ndërkombëtare e shpejtësisë dhe formulën të cilën e kemi shkruar e vërtetuam se e kemi mirë. Të shohim shembullin e ciklistit. Le të supozojmë se në kolonën e parë kemi dhënë kohën në sekonda, në kolonën e dytë rrugën në metra dhe në kolonën e tretë do të llogaritim shpejtësinë në metra për sekond. Nëse për 5 sekonda ciklisti i kalon 40 metra, atëherë me që shpejtësi do të lëviz ciklisti. Pra, këtu kërkohet shpejtësia të gjejmë me të cilën lëviz ciklisti. Të dhënat për rastin e parë janë këto. Rruga është 40 metra. Koha T është 5 sekonda dhe kërkohet shpejtësia. Atëherë, shpejtësia do të jetë e barabartë me rrugën për kohën. Rruga është 40 metra apo 40 metra. Koha është 5 sekonda. Shkruajmë pra në emëros 5 sekonda. 40 pjesë për 5 është 8 metër për sekond. Kështu që rezultati për 40 metrat e kaluar brenda 5 sekondave është 8 metra për sekond. Vetëm 8 e shkruajmë, sepse këtu lart kemi shkruar metër për sekond, që do të kuptohet që të gjitha vlerat numerike të shpejtësisë që dalin këtu janë në metra për sekond. Në rastin e dytë, rruga është 80 metra. Koha është 10 sekonda. Formula përsëri është e njëjtë, dhe barabartë me S për T. Rruga është tash 80 metra. Zgjata më pak vite. Koha është 10 sekonda. 80 për 10 është 8 metra për sekond. Pra, rezultati sërish është 8. 120 ndaras për 15 prapë do të jetë rezultati 8. 160 me 20. Mund të themi 20 me 20 thjeshtohet, 16 për të 8. 200 me 25 është 8. 240, pra mund të thjeshtohet 24 me 3 është 8. Që do të thotë se gjithkon shpejtësia është 8 metra për sekond. Shpejtësia me të cilën lëviz ciklisti qenë ka konstante apo e pandryshueshme.
dhe lëvizja mund të quhet lëvizje e njëtrajtshme. Sa është shpejtësia e trupit nëse ka kaluar 20 metra për 10 sekonda? Pra ky është teksti i kësaj detyre në të cilën duhet të llogaritim shpejtësinë e një trupi i cili supozojmë se i ka kaluar 20 metra për 10 sekonda. Në fillim, si zakonisht, duhet të nxjerrim të dhënat nga teksti i detyrës e në këtë rast shohim se është dhënë rruga prej 20 metrave dhe po ashtu është dhënë koha prej 10 sekondave. Ne duhet të llogaritim shpejtësinë e atij trupi i cili për 10 sekonda i ka kalu 20 metra. Në fillim duhet të gjejmë formulën me të cilën llogaritim shpejtësinë, pastaj formulën të cilën e shkruajmë duhet ta vërtetojmë, ndërkaq njësia e asoj formule duhet të del metër për sekond, sepse shpejtësia ka njësi ndërkombëtare metrin për sekond. Pra, ku të shkruani formulën e shpejtësisë dhe ta vërtetoni atë, njësia duhet të del metër për sekond. Po ashtu kemi thënë se shpejtësia shpesh mund të jipet edhe në njësi jo ndërkombëtare, që është kilometri për orë, sepse mjaft shumë përdoret kjo njësi për shpejtësi, edhe pse kilometri për orë nuk është njësi ndërkombëtare. Në rastet kur shpejtësia jipet në njësin kilometër për orë, ajo duhet të shndrohet në njësin ndërkombëtare metër për sekond, përveç në rastet kur kërkohet që shpejtësia të shprehet në këtë njësi kilometër për orë. Ju gjithashtu e dini se edhe shenjat e komunikacionit në rrugë janë të shprehura në njësin kilometër për orë. Pra, në një rast kur kufizimi i shpejtësisë është, supozojmë, 70, kjo do të thotë se shpejtësia e cila lejohet në atë pjesë të rrugës është 70 km në orë. Pra, 70 km në orë e asësi 70 metra në sekond. Edhe pse njësia kilometër për orë, pra nuk është njësi ndërkombëtare, ajo përdoret mjaft shumë në jetën e përditshme. Dhe shpresojmë se udhëzimet të cilat u avam do t'ju ndihmojnë mjaft shumë që detyrën ta zgjidhni, sepse pasi të keni gjetë formulën e shpejtësisë dhe ta vërtetoni atë, duhet të bartni të dhënat e detyrës në formulë dhe pastaj të arrini deri te rezultati. Po ashtu vlen të tregojmë se rezultati i kësaj detyre duhet të del 2 metra për sekond. Pra, rezultati i detyrës të cilën ju duhet ta zgjidhni duhet të del 2 metra për sekond. Provoni të arrini në zgjidhjen përfundimtare të kësaj detyre, ndërkaq që ne në pjesën e dytë të kësaj detyre do ta zgjidhim detyrën dhe ju pastaj do të mund ta krahasoni zgjidhjen e detyrës suaj me zgjidhjen të cilën ne do ta japim. Po vazhdoj me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku në pjesën e parë lexojmë tekstin e detyrës që ishte sa është shpejtësia e trupit nëse ka kaluar 20 metra për 10 sekonda. Nga teksti i detyrës nxorëm të dhënat, ku thamë se rruga është 20 metra dhe koha 10 sekonda e kërkohet shpejtësia. Sqaruam gjithashtu se kur të gjeni formulën e shpejtësisë, njësia ndërkombëtare e asaj formule duhet të del metër për sekond, sepse
njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Por, gjithashtu thamë se kilometri për orë, edhe pse nuk është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë, ajo lejohet të përdoret, madje përdoret mjaft shumë. Një shembull e sqaruam te shenjat e komunikacionit në rrugë, kufizimi i tyre apo lejimi i shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve nëpër pjesët e caktuara të rrugës jepet në vlerë numerike dhe nënkuptohet se njësia është kilometri për orë. Pra në momentet kur në rrugë do të hasni një vlerë numerike ku ajo tregon kufizimin e shpejtësisë në kilometra në orë e jo në metra për sekond. Gjithashtu, ne sqaruam se rezultati i kësaj detyre duhet të jetë 2 metra për sekond. Dhe tani ne na mbetet që të shkruajmë formulën e shpejtësisë, që është v e barabartë me s thye për t. Pra, rruga mbi kohën është shpejtësi. Kjo është formula e shpejtësisë së një trupi, por para se ta përdorim atë, duhet ta vërtetojmë. E kur të vërtetojmë, presim që njësia duhet të dalë metër për sekond, nga se formula është e shpejtësisë e njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Do të shkruajmë vijnë thësore. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Metër për sekond doli, që është njësi e shpejtësisë dhe siç tham edhe në pjesën e parë të detyrës, edhe në këtë pjesë se njësia duhet të dalë metër për sekond, nga se njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Meqense se formulën e vërtetuam edhe po shohim se ajo është mirë, tani do të bëjmë zëvendësimin. Pra, përshkruajmë edhe një herë formulën e shpejtësisë, që thamë se është rruga thye për kohën, formula me të cilën e llogaritëm shpejtësinë, që këtë formulë e vërtetuam dhe njësia na doli metër për sekond, që një herit është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë. Rruga nga të dhënat ishte 20 metra, pra rruga 20 metra, do të kthehemi të shohim. Rruga 20 metra, ndërkaq koha 10 sekonda. Tani, lehtësisht shohim se një zero lart me një zero poshtë. Mund ta thjeshtojmë dhe 2 thye për 1 ka mbet që mund edhe ta shkruajmë 2 thye për 1, ndërkaq njësia është metër për sekond. E 2 thye për 1 është 2 metër për sekond. Rezultati 2 metër për sekond, kemi thënë edhe në pjesën e parë se duhet të dalë ky rezultat i shprehur në metra për sekond për shpejtësinë e një trupi i cili i ka kaluar 20 metra për 10 sekonda. Kështu që trupi i cili ka kaluar 20 metra për 10 sekonda, përfundojmë se ka lëviz me një shpejtësi prej 2 metrave për sekond. Po vazhdojmë me një detyrë tjetër. Teksti i së cilës është: sa është shpejtësia e trupit nëse ka kaluar 200 metra për 20 sekonda? Së pari, është e udhës që të shkruajmë të dhënat e detyrës, që në këtë rast rruga është dhënë prej 200 metrave, ndërkaq koha është 20 sekonda. Nga ne kërkohet të njehsojmë shpejtësinë me të cilën lëviz një trup i cili për 20 sekonda kalon një rrugë të gjatë prej 200 metrave. Pra le të supozojmë se rruga të cilën trupi e ka kalu nga pika
A në pikën B ka qenë e gjatë 200 metra. Kjo është pra rruga nga pika A në pikën B, apo nga vendi A deri te vendi B, i cili një trup e ka kalu këtë rrugë prej 200 metrave për një kohë prej 20 sekundave. Natyrisht se ne kemi sqaru se për paraqitjen se pjesa e fizikës e cila studion lëvizjen e trupave quhet kinematik, e fjala kinematik rrjedh nga gjuha greke kineo, që do të thotë lëvizje. Pra, flasim për lëvizjen e një trupi. Dhe nëse themi për paraqitjen e lëvizjeve të trupave në një tabel, pra në fletore, është shumë e vështirë të bëhet kjo, por kinematika ka vënë në përdorim pikën materiale, që e kemi sqaruar se ajo është trupi, forma dhe dimensionet e të cilit në rast në shikuar nuk na intereson. Dhe për këtë ne me lehtësi tani paraqesim një trajektore, e cila është vija në për të cilën lëviz pika materiale, ku themi se ajo ka përshkuar një rrugë prej 200 metrave për kohën prej 20 sekundave. Edhe pse dim se distanca nga pika A në pikën B në realitet nuk është ajo distancë prej 200 metrave, por për lehtësim të paraqitjes së trupave dhe lëvizjes së tyre, ne i kemi marrë ato si pika materiale, e lëvizjen e pikës materiale e shprehim me një vijë të cilën e quajmë trajektore. Pas kësaj, duhet të gjejmë formulën e shpejtësisë dhe ta vërtetojmë atë formulë. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, kështu që edhe formulës duhet i del njësia metri për sekond. Pasi të vërtetoni formulën, ju duhet të vazhdoni me zgjidhjen e saj, ku në formulë do të zaventësoni rrugën dhe kohën, e vlerat numerike duhet të pjesëtoni në mënyrë që të arrini deri te rezultati, e rezultati i kësaj detyre duhet të del 10 metra për sekond. Pra rezultatin të cilin do ta fitoni në fund duhet të jetë 10 metra për sekond. Nëse rezultati ka ndonjë vlerë tjetër numerike i shprehur në metra për sekond, atëherë korrigjojeni edhe një herë detyrën dhe do të arrini që të shihni se rezultati duhet të jetë 10 metra për sekond. Ne po shpresojmë se me lehtësi tani ju do ta vazhdoni detyrën, ndërkaq ne në pjesën e dytë të kësaj detyre sigurisht se do ta zgjidhim detyrën për të arritur deri te rezultati i paralajmëruar i detyrës, që është 10 metra për sekond. Ne po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku në pjesën e parë lexojmë tekstin e detyrës që thamë se kërkohet shpejtësia e një trupi i cili ka kaluar 200 metra për 20 sekunda. E paraqitëm rrugën sipas pikës materiale, ku forma dhe dimensionit e trupit që ka lëviz në për atë trajektore nuk na intereson, kështu që vija në për të cilën lëviz pika materiale e kemi quajtur trajektore. Supozum se kjo trajektore është shprehur në metra dhe këtë trajektore trupi e ka kaluar për 20 sekunda. Rezultati i detyrës paralajmëruam se duhet të del 10 metra për sekond, ndërkaq nga ne tani kërkohet që të shkruajmë formulën e shpejtësisë, ta vërtetojmë atë dhe pastaj të bëjmë zëvendësimin në qoftë se njësia del metër për sekond. Formula me të cilën llogaritet shpejtësia e trupit kur dihet rruga dhe koha është hersi në mes të rrugës dhe kohës.
pra rruga thyer për kohën jep shpejtësinë. Para se ta përdorim formulën, duhet ta vërtetojmë dhe siç tham edhe në pjesën e parë të kësaj detyre, njësia duhet të del metër për sekond, nga se është formula e shpejtësisë e njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, derisa njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi. Metër për sekond na doli se është njësi e kësaj formule, e metri për sekond është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë dhe përfundojmë se formula është shënuar mirë. Meqense formula qenë ka mirë, atëherë do ta përdorim këtë formulë dhe do ta shkruajmë edhe një herë shpejtësia e barabartë me rrugën thyer për kohën. Pra rruga thyer për kohën është shpejtësia. Tani do të bëjmë zëvendësimet. Tham se rruga ishte gjatë 200 metra. Sigurisht se do të kthehemi edhe një herë për të parë se kjo rrugë është dhënë në metra dhe vlera e saj është 200. Pra rruga 200 metra e koha për të cilën e ka kaluar trupi atë rrugë është 20 sekonda. Dhe do të shkruajmë 20 sekonda. Njësinë veç po e shohim se është metër për sekond, ndërkaq zerën me 0 do ta thjeshtojmë dhe ka mbet 20 thyer për 2, ndërkaq njësia është metër për sekond. E 20 pjesëtu për 2 apo 20 thyer për 2 është 10, ndërkaq njësia metër për sekond vetëm përshkruhet për të konstatuar se njësia metër për sekond është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë, ndërkaq vlera 10 përfitohet duke pjesëtu 200 me 20 apo duke i thjeshtu zerët dhe mbetet më thjesht një thyes 20 thyer për 2, e dyshi në 20 shkon 10 herë, kështu që rezultati po shohim se është 10 metra për sekond, ashtu edhe tham në pjesën e parë të kësaj detyre se duhet të del rezultati 10 metra për sekond. Nga kjo përfundojmë se trupi i cili ka kaluar një rrugë prej 200 metrave për 20 sekonda ka lëviz me një shpejtësi prej 10 metrave për sekond. Dhe rezultati 10 metra për sekond është rezultat të cilin tham se duhet ta fitoni, që shpresojmë se edhe ju në pjesën e parë të detyrës me njëherë pas udhëzimeve të cilat u kemi dhënë, keni arritur që të zgjidhni këtë detyrë dhe të arrini deri te rezultati 10 metra për sekond. Në vijim do të zgjidhim detyrën e 4 me radhë, e cila po ashtu lidhet me njëksimin e shpejtësisë së një trupi, që supozojmë se ka kaluar 300 metra për 1 minutë. Pra, sa është shpejtësia e trupit nëse ka kaluar 300 metra për 1 minutë. Si zakonisht, në fillim do të nxjerrim të dhënat nga kjo detyrë, ku shohim se rruga është dhënë në 300 metra, që do ta shkruajmë, ndërkaq koha për të cilën trupi e ka kalu këtë rrugë është 1 minutë. Dhe kërkohet të llogaritim shpejtësinë me të cilën ka lëviz ai trup i cili 300 metra i ka kaluar për 1 minutë. Gjithmonë, kur të nxjerrim të dhënat, duhet t'i vërtetojmë se a janë dhënë në njësi ndërkombëtare ato madhësi apo jo. Njësia ndërkombëtare e rrugës si madhësi fizike është metri, dhe shohim se
është dhënë në metra. Ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, po këtu është dhënë në minuta. Kështu që koha nuk është dhënë në njësi ndërkombëtare sekond, por është dhënë në minuta. Minuti lejohet të përdoret si njësi e kohës, ashtu sikurse ora, dita, java, muaj e kështu me radhë, por njësi ndërkombëtare e kohës është sekonda. Kështu që minutat duhet të shndrohen në sekonda që të jetë madhësia fizike në këtë rast koha edhe në njësi ndërkombëtare që i përgjigjet sekonda si njësi e saj ndërkombëtare. Pasi të keni kthyer minutat në sekonda, atëherë do të vazhdoni me gjetjen e formulës së shpejtësisë, dhe kur të shkruani formulën e shpejtësisë, njësia që duhet të del pasi të vërtetohet ajo formulë është metri për sekond. Pra, në qoftë se ju del njësia metër për sekond, atëherë atë formulë mund ta përdorni, sepse njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond dhe duhet të del kjo njësi kur të vërtetoni formulën e shpejtësisë të cilën e keni shkruar. Në qoftë se formula jep njësin metër për sekond, atëherë përfundojmë se formula është shkruar mirë dhe ajo formulë do të përdoret. Përdorimi i formulës bëhet duke bërë zëvendësimin e madhësive fizike për rrugë dhe kohë, që në vend të rrugës do të shkruani 300 metra, e në vend të kohës do të shkruani 1 minutë. Dhe pasi të keni bërë zëvendësimet, që kohën nga minuta e keni shndruar në sekonda, atëherë do të kryeni veprimet matematikore të cilat i kërkon formula dhe pas kësaj duhet të del rezultati i shprehur në metra për sekond. Po vazhdoj me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku tham se kërkohet të njehsohet shpejtësia e një trupi i cili 300 metra i ka kaluar për 1 minutë. Të dhënat i nxorëm nga teksti dhe vërtetuam se rruga shprehet në metra si njësi ndërkombëtare, ashtu edhe është dhënë. Ndërkaq tham se njësi ndërkombëtare e kohës është sekonda e këtu është dhënë në minuta. Kështu që kërkohet minutat të kthehen në sekonda. Do të vazhdojmë këtu me një herë, sigurisht të njëjtën gjë e keni bërë edhe ju, ku minutin e keni shndruar, sigurisht se edhe ju e keni bërë po këtë veprim, minutin e keni shndruar në sekonda, e dim se 1 minut i ka 60 sekonda. Pasi kohën e kemi shndruar në sekonda dhe rruga është dhënë në njësi ndërkombëtare metër, atëherë ne na mbetet që të shkruajmë formulën me të cilën e llogaritim shpejtësinë. Dhe shpejtësinë e llogaritim me formulën S fyë për T. S është rruga e T është koha. Raporti ndërmjet rrugës dhe kohës është i barabartë me shpejtësinë. Kjo formulë, para se të përdoret, duhet të vërtetohet e njësia ndërkombëtare e kësaj formule duhet të del metër për sekond. Nëse del njësia metër për sekond, atëherë përfundojmë se formula është dhënë mirë, për arsye se shpejtësia ka njësin metër për sekond, siç e tham në pjesën e parë të kësaj detyre. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi. Metër për sekond plotësisht përputhet me njësinë e shpejtësisë që është metër për sekond, dhe me njëherë përfundojmë se formula është shkruar mirë, për çka këtë formulë edhe mund ta përdorim. Prandaj shkruajmë edhe njëherë formulën e shpejtësisë, S fyë për T, dhe tani do të bëjmë zëvendësimet. Do të kthehemi edhe njëherë të dhënat për të parë se rruga ishte 300 metra, ku do ta shkruajmë në numërues
sepse rruga është në numërues e koha është në emërues që shkruajmë jo 1 minutë, por shkruajmë 60 sekonda. Pra 60 sekonda është 1 minutë, ndërka që rruga 300 metra ashtu siç ishte. Këtu shohim se 1 0 me 1 0 mund ta thjeshtojmë që ka mbet 30 të gjashtat apo 30 fyë për 6 dhe njësia meter për sekond. 30 fyë për 6 apo 30 pjesëtruar për 6 është 5, sepse 6 në 30 shkon 5 herë dhe shkruajmë njësinë meter për sekond e shpejtësia prej 5 metrave për sekond është e trupit i cili 300 metra i ka kaluar për 1 minutë apo për 60 sekonda. Me këtë shpejtësi, pra ka lëviz trupi i cili 300 metra i ka kalu për 1 minutë apo për 60 sekonda dhe shpejtësia me të cilën pas ka lëviz trupi qenë ka 5 metra për sekond. Po fillojmë me zgjidhjen e detyrës së 5, e cila ka këtë tekst. Njekso shpejtësinë mesatare të trupit nëse ka kaluar rrugët S1 barabart me S2 barabart me S3, kjo krejt e barabart me 20 metra. Për kohët T1 barazi me 10 sekonda, T2 barazi 16 sekonda dhe T3 barazi me 4 sekonda. Të dhënat e detyrës do t'i shkruajmë dhe këtu shohim se kemi rrugën S1, kemi rrugën S2 dhe kemi rrugën S3. Të tri këto pjesë të rrugës janë nga 20 metra. Pra rruga S1 20 metra, rruga S2 po ashtu 20 metra dhe rruga S3 20 metra. Këto pjesë të rrugës trupi i ka kaluar për kohën T1 barazi me 10 sekonda, T2 barazi me 16 sekonda, pra shkruajmë 16 sekonda, dhe T3 4 sekonda. T3 e barabart me 4 sekonda. Ne duhet të gjejmë shpejtësinë mesatare. E shpejtësia mesatare shënohet me simbolin V, indeks apo tregues M. Në disa tekste mund ta gjeni edhe mes mesatare, pra ne po shkruajmë vetëm V indeks M që tregon se është fjala për një shpejtësi mesatare. Të dhënat e detyrës janë dhënë në njësi ndërkombëtare, sepse rruga për njësi ndërkombëtare ka metrin, dhe shohim se S1, S2 dhe S3 janë të dhëna në metra, ndërkaq njësi ndërkombëtare e kohës e dim se është sekonda dhe po ashtu edhe koha është dhënë në sekonda. Le të supozojmë pra se trupi ka kaluar një rrugë të gjatë prej 60 metrave, ku kjo është nda në 3 pjesë dhe ato pjesë të rrugës janë nga 20 metra. Pra rruga e parë S1, pjesa e parë e dytë, pjesa e dytë e rrugës S2 dhe pjesa e tretë e rrugës S3, të cilën trupi e ka kalu për kohën T1, pjesën S1, pjesën e rrugës S2 e ka kalu për kohën T2 dhe pjesën e rrugës S3 e ka kalu për kohën T3 që janë dhënë këto madhësi fizike në vlerat e tyre numerike. Nga ju tani kërkohet që të gjeni formulën e shpejtësisë mesatare dhe pastaj këto të dhëna t'i bardhni në atë formulë në mënyrë që të arrini deri te zgjidhja e detyrës ku kërkohet
shpejtësia mesatare. Do t'u ndihmojmë pak se rezultati në këtë detyrë duhet të del 2 metra për sekond. Pra, rezultati në fund të detyrës duhet të jetë 2 metra për sekond. Keni parasysh se nëse arrini deri te rezultati 2 metra për sekond, ju keni zgjidhur detyrën mirë. Pra kërkoni që rezultati i zgjidhjes së kësaj detyre të jetë 2 metra për sekond. Ne shpresojmë se pa vështirësi do ta zgjidhni këtë detyrë, ndërkaq që në pjesën e dytë ne do ta vazhdojmë zgjidhjen e detyrës në mënyrë që ju ta krahasoni zgjidhjen e detyrës suaj me zgjidhjen të cilën do ta bëjmë ne. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku në pjesën e parë lexuam tekstin e detyrës në të cilën kërkohet të njeksohet shpejtësia mesatare e një trupi i cili ka kaluar një rrugë të gjatë të ndarë në 3 pjesë, S1, S2 dhe S3, ku të gjitha këto pjesë të rrugës janë me nga 20 metra e shuma e të gjithë kësaj rruge është 60 metra, sepse 20 metra plus 20 metra plus 20 metra japin 60 metra. Po ashtu, sqaruam se këto pjesë të rrugës, trupi i ka kaluar për kohën të një pjesën e rrugës S1, që është 10 sekonda, e pjesën e rrugës S2 për 20 metrave, trupi e ka kaluar për 16 sekonda, ndërkaq pjesën e tretë të rrugës po ashtu për 20 metrave, trupi e ka kaluar për 4 sekonda. Kërkohet të gjendet shpejtësia mesatare e si thamë në pjesën e parë, rezultati duhet të del 2 metra për sekond. Në fillim duhet të gjejmë formulën e shpejtësisë mesatare, e formula e shpejtësisë mesatare është S1 plus S2 plus S3 fyer për kohën të 1 plus T2 plus T3. S1 plus S2 plus S3 faktikisht është S, është rruga S, që përfundojmë se edhe T1 plus T2 plus T3 është T, ndërkaq ne kemi mësuar se formula shpejtësisë është S fyer për T, e kur të vërtetohet kjo formulë, njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi, e metër për sekond është njësia ndërkombëtare e shpejtësisë. Pra rruga S është e barabartë me S1 plus S2 plus S3, derisa koha T është e barabartë me T1 plus T2 plus T3. Dhe tani ne mund të bëjmë zëvendësimet dhe të shkruajmë S1 është 20 metra plus S2 është po ashtu 20 metra dhe S3 është gjithashtu 20 metra. Koha të 1 është 16 sekonda, pra shohim koha të 1 shohim se është 10 sekonda, e shkruajmë. Koha të 2 është 16 sekonda që po ashtu e shkruajmë, dhe kohën të 3 e kemi 4 sekonda që e shkruajmë plus 4 sekonda. Tani do t'i mbledhim, 20 plus 20 plus 20 janë 60 dhe metrin e përshkruajmë, si thamë rruga 60 metra, derisa do të mbledhim sekondat, 16 plus 4 20, edhe 10 janë 30 sekonda. Pra për 30 sekonda pas ka kaluar këtë rrugë prej 60 metrave. Dhe tani mund të thjeshtojmë një zero me një zero, në këtë rast mbetet 6 të tretat, apo 6 pjesëtu me 3 metër për sekond.
e 6 pjesëtu për 3 është 2 metër për sekond. Pra trupi ka lëviz me një shpejtësi prej 2 metrave për sekond, nëse ka kalu një rrugë prej 60 metrave, e cila është ndarë në 3 pjesë të barabarta, S1, S2 dhe S3 me nga 20 metra, ndërkaq ato pjesë të rrugës i ka kalu për kohën të 1 10 sekonda, për kohën 2 16 sekonda dhe për kohën të 3 4 sekonda. Rezultati thamë se duhet të del 2 metra për sekond, të ua kemi thënë qysh në pjesën e parë të detyrës, dhe pamë se 2 metra për sekond është rezultati i zgjidhjes së detyrës së 5, që kishte tekstin të njehsohet shpejtësia mesatare e trupit nëse ka kaluar rrugët S1, S2 dhe S3 me nga 20 metra, për kohët të 1 10 sekonda, të 2 16 sekonda dhe të 3 4 sekonda. Shpejtësia mesatare me të cilën ka lëviz trupi qenë ka 2 metra për sekond. Do të vazhdojmë me zgjidhjen e një detyre tjetër, është detyra e 6, sa është shpejtësia e lëvizjes së automobilit i cili rrugën e gjatë prej 36 kilometrave e kalon për 1 orë. Pra duhet të njehsojmë shpejtësinë e një automobili i cili 36 kilometra i ka kalu për 1 orë. Do të shkruajmë rrugën S e barabartë me 36 kilometra dhe do të shkruajmë kohën për të cilën trupi e ka kalu atë rrugë që është 1 orë. Ora shënohet me simbolin H. Dhe duhet të njehsojmë shpejtësinë me të cilën ka lëviz automobili, i cili supozojmë se një rrugë të gjatë prej 36 kilometrave nga qyteti A në qytetin B e ka kalu për një kohë prej 1 orë rrugën prej 36 kilometrave. Ne duhet të llogaritim se sa është ajo shpejtësi me të cilën ka lëviz trupi dhe të kujtojmë se detyrën mund ta shprehim në kilometra në orë, por njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Kështu që detyrën provoni ta punoni në 2 mënyra. Në mënyrën e parë të fitoni rezultatin në kilometra për orë, ndërkaq në mënyrën e dytë të arrini në zgjidhjen e detyrës që shprehet në metra për sekond. T'ju ndihmojmë pak që rezultati në mënyrën e parë ku të zgjidhni detyrën që shprehet në njësinë kilometra për orë, do të del 36 kilometra për orë. Pra rezultatin do të fitoni 36 kilometra për orë. Nëse punoni me njësinë kilometër për orë, kjo do të jetë mënyra e parë, ndërkaq sipas mënyrës së dytë, rezultati duhet të del në metra për sekond e ajo është 10 metra për sekond. Pra kur të zgjidhni detyrën me njësi ndërkombëtare të rrugës që do ta ktheni në metra dhe të kohës që do ta ktheni nga orët në sekonda, do të fitoni rezultatin 10 metra për sekond. E kur të zgjidhni detyrën me njësinë kilometër për orë, do të fitoni rezultatin 36 kilometra për orë. Në pjesën e dytë të kësaj detyre, ne do ta zgjidhim edhe sipas mënyrës së parë, edhe sipas mënyrës së dytë, ndërkaq jo tani, nëse keni kuptuar gjitha këto udhëzime që u dham, të njehsoni shpejtësinë e lëvizjes së automobilit njëherë sipas njësisë kilometër për orë e pastaj në njësinë metër për sekond, që rezultatet u treguam se duhet të del 36 km në orë
apo 10 metra në sekond nëse keni punuar me njësi ndërkombëtare. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, që shpresojmë se ju vetëm e keni përfunduar detyrën, që thamë se duhet të njëksohet shpejtësia e lëvizjes së një automobili i cili rrugën e gjatë prej 36 km e ka kaluar për 1 orë. Sipas mënyrës së parë të zgjidhjes së detyrës, thamë se rezultatin do ta fitoni 36 km për orë, por në fillim duhet të shkruajmë formulën me të cilën njëksohet shpejtësia e trupit kur e dim rrugën edhe kohën. E ajo formulë është V barabartë me S thye për T. Kur të vërtetohet formula, duhet të del njësia ndërkombëtare e mallësisë fizike e cilës është formula. Në këtë rast formula është e shpejtësisë dhe njësia duhet të del metër për sekond. Të shohim, njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi. Metër për sekond duhet se është njësi e shpejtësisë, e metri për sekond është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë. Në mënyrën e parë thamë se rezultati do të del në kilometra për orë, pra do të shkruajmë sipas mënyrës së parë, ku shpejtësia është rruga thye për kohën, e rruga, siç thamë, është 36 kilometra, ndërkaq koha është 1 orë. 36 thye për ne është 36, e njësia shkruhet kilometër për orë. Në realitet, automobili ka lëviz me shpejtësinë 36 km për orë, që thamë se në pjesën e parë të detyrës, sipas mënyrës së parë, rezultati duhet të del 36 km për orë, që ai rezultat edhe u fitu. Sipas mënyrës së dytë, rezultati duhet të del 10 metra për sekond. Do të shkruajmë edhe njerë formulën V barabartë me S thye për T, dhe rrugën prej 36 kilometrave duhet ta shprehim në metra, kurse kohën prej 1 ore do ta shprehim në sekonda. 36 herë 1000 kilometra, pra 1 kilometri ka 1000 metra, shkruajmë 36 herë 1000 është 36.000 metra, kurse 1 orë i ka 3600 sekonda, sepse 1 orë i ka 60 minuta, e 1 minut i ka 60 sekonda, e 60 herë 60 është 3600, pra shumëzojmë 6 herë 6, 36, shkruajmë një 0, edhe këtu shkruajmë një 0, është 3600. Tani, një 0 me një 0 mund të thjeshtojmë, edhe këtu një 0 me një 0 mund të thjeshtojmë, 36 thye për 36 është 1, edhe një 0 e përshkruajmë, dhe bëhet 10, e njësia metër për sekond. Pra 10 metra për sekond është shpejtësia sipas mënyrës së dytë, që edhe thamë se duhet të del kjo shpejtësi e shprehur në metra për sekond në vlerën e saj 10. Pra 10 metra për sekond është shpejtësia e trupit i cili rrugën prej 36 kilometrave e ka kalu për një kohë prej 1 ore, si që dhamë në shembullin të cilin e paraqitëm një trajektore ku automobili ka lëviz nga qyteti A në qytetin B. Tani kemi një detyrë ku kërkohet të shndrohet shpejtësia prej 72 km në orë në njësi ndërkombëtare metër për sekond. Pra shpejtësinë prej 72 km në orë
shndroje në metra per sekond. Është dhënë pra shpejtësia v e barabartë me 72, ne do të shkruajmë thyesën tamam siç duhet, kilometër thye për orë, të shndrohet kjo shpejtësi në metra për sekond. Për shndrimin e shpejtësisë nga kilometrat në orë në njësi ndërkombëtare metër për sekond, gjatë shpjegimit të njësisë mësimore të mjeksojmë kohën, kemi treguar mënyrën se si do të kthehet kilometri në orë në metër për sekond. Dhe ju keni mundësi ta shfrytëzoni atë metodë të cilën e kemi shpjeguar, apo që kilometrat të i shndroni në metra e orët të shndroni në sekonda dhe të kryeni veprimet matematikore shumëzimin e numrit natyral me thyes e të mërrini të rezultati metër për sekond. Duhet të sqarojmë se rezultati në këtë detyrë duhet të del 20 metra për sekond. Pra, 20 metra për sekond është rezultati i detyrës që ju do të arrini kur të shndroni kilometrat për orë në metra për sekond. Shpresojmë se ju nuk do të keni vështirësi që njësin kilometër në orë ta ktheni në metër për sekond, nga se kemi sqaruar disa herë se kilometri për orë është një njësi e cila mjaft shpesh përdoret, sidomos te lëvizja e automjeteve, por kjo shpejtësi kilometra për orë nuk është njësi ndërkombëtare, sepse njësi ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Dhe rezultati i detyrës duhet të del 20 metra për sekond. Ju do të vazhdoni që me këto udhëzime që sapo u thash të zgjidhni detyrën duke shndruar kilometrat për orë në metra për sekond sipas mënyrës së shndrimit të kilometrave në metra e orët në sekonda. Dhe në fund ju do të arrini në rezultatin 20 metra për sekond dhe atëherë do të konkludoni se detyrën e keni zgjidhur ashtu siç edhe kërkohet. Nëse keni vështirësi në zgjidhjen e kësaj detyre, atëherë pas përpjekjeve të juaja do të mund të arrini të përcjellni pjesën e dytë të kësaj detyre, të cilën ne do ta sqarojmë se si janë kthy kilometrat në metra e orët në sekonda. Dhe pastaj ju do të merrni ndonjë detyrë tjetër, në qoftë se e keni shfrytzuar videon ton që e kemi shndruar 72 km për orë, atëherë do t'ju lusja që ju të provoni sipas metodës të cilën unë do ta zgjidhi, të shndroni 108 km në orë, 108 km në orë, t'i ktheni në metra për sekond. Në qoftë se keni arritur që ta zgjidhni vetë këtë detyrë 72 km në orë, ta shndroni 20 metra për sekond, atëherë shpejtësinë për 108 km për sekond do të fitoni rezultatin në metra për sekond është 30 metra për sekond. Pra, 108 km për orë kur të shndroni në metra për sekond do të fitoni 30 metra për sekond, ndërsa në detyrën që jemi duke e zgjidhur 72 km në orë, kur të shndroni në metra për sekond, do të fitoni rezultatin 20. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku thamë se në pjesën e parë, shpejtësinë për 72 km në orë duhet ta kthejmë në metra për sekond. Tu nuk kemi ndonjë formulë të cilën do ta shkruajmë, por drejt për së drejti do të vazhdojmë kilometrat i kthejmë në metra e orët në sekonda, ndërkaq numrin 72 gjithmonë do ta bartim, ndërkaq në detyrat të tjera ju do të shkruani vlerën numerike të shpejtësisë që është dhënë, që ju propozuam
që ta zgjidhni një tjetër me 108 km në orë në qoftë se në këtë detyrë keni pas vështirësi. Kështu do të zgjatim vijnë thësore sepse kilometrat duhet i kthejmë në metra. 1 kilometër e dim se i ka 1000 metra dhe shkruajmë këtu në vend të kilo, shkruajmë 1000, sepse gjithashtu në klasën e 6 kur i kemi mësuar shumë fishat, kemi thënë se deka është 10, hekto është 100, kilo është 1000, mega është 1.000.000 e kështu me radhë. Pra, kilo k është 1000 dhe në vend të kilos kemi shkruar numrin 1000 e metrin e kemi përshkruar. Pastaj, orën do ta kthejmë në sekonda. Një orë e dim se i ka 3600 sekonda. I ka 3600 sekonda sepse një orë i ka 60 minuta. E një minut i ka 60 sekonda, kështu që ne i shkruajmë 60 minuta, barazi me 60 herë, minuti ka 60 sekonda. Barazi, 6 herë 6 është 36, edhe 2 zero i përshkruajmë 3600 sekonda. Pra, një orë i ka 3600 sekonda. Tani, kemi shumëzimin e numrit natyral me thyes, por para se të bëjmë shumëzimin e numrit natyral me thyes, ne shohim se këtu mund të bëjmë disa thjeshtësime të thyesës. Kështu mund të thjeshtojmë këtë zero me këtë zero, po ashtu edhe këtë zero me këtë zero mund të thjeshtojmë, por zerën nuk do të thjeshtojmë një herë, por mund të thjeshtojmë 36 me 72, sepse 72 thy për 36 është 2. Dhe mund të shkruajmë barazi 2 herë 10 e njësia metër për sekond. E 2 herë 10 është 20 metra për sekond. Rezultati 20 metra për sekond i përgjigjet rezultatit të cilin tham në pjesën e parë të kësaj detyre se duhet të del ky rezultat prej 20 metra për sekond. Pra, 20 metra për sekond është shpejtësia e trupit i cili 72 km i ka kalu për një orë. Në qoftë se keni pak vështirësi, atëherë mund të vazhdoni me zgjidhjen e detyrës tjetër të cilën e nxorëm nga konteksti i zgjidhjes dhe i dhënies së udhëzimeve, ku tham se shpejtësinë për 108 km në orë ta shndroni në metra për sekond. Në qoftë se e keni kuptuar mirë detyrën e shpejtësisë për 72 km në orë të kthehet në metra për sekond, unë besoj se këto pavështirësi do ta zgjidhni, ku kemi 108 km për orë, e rezultati tham se do të del 30. Do të shohim, 108 e shkruajmë si është, kilometri thami ka 1000 metra, kurse ora 3600 sekonda. 2 zero me 2 zero thjeshtohen, edhe numri 108 me 36 thjeshtohet dhe është 3, dhe del 3 herë 10 metra për sekond. 3 herë 10 është 30 metër për sekond. Dhe tani kemi rezultatin 30 metra për sekond, që edhe tham se duhet të del kë rezultat. Kujdes në zgjidhjen e detyrave të tjera sepse gjithherë nuk mund të thjeshtohen këta numra, sepse po të kishëm dhënë shpejtësinë 70 km në orë, apo të kishëm dhënë shpejtësinë në 100 km në orë, sigurisht se nuk do të thjeshtohej numri 70 me 36, as numri 100 me 36, sepse nuk kemi numër të plot i cili është plot pjesëtim i numrit 100 me 36, ndërkaq numri 108 plot pjesot me numrin 36 dhe jep numrin 3,
sikurse edhe numri 72 që plot pjesëtohet me numrin 36 dhe jep numrin 2. Në qovë se këto detyra I keni kuptuar mirë, atëherë do të kërkoja nga ju që për detyrë të pavarur të juaj të zgjidhni detyrën e parë, ku shpejtësia është dhënë 70 km/h, e në detyrën e dytë e dhash një shpejtësi të një trupi prej 100 km/h, që të dyja të shndroni në metra për sekond, dhe do të bindeni se gjithherë nuk kemi të thjeshtojmë, ndërka që në atë raste do të shumëzoni numrin natyral me 10 e të pesoni pastaj me 36 dhe do të arrini deri te rezultati që nuk do të thotë se duhet të del edhe numri plot, si në këto dy raste që nuk do të fitoni rezultat numër të plot të shprehur në njësi metër për sekond, as në detyrën e parë dhe as në detyrën e dytë.